sot dëgjojmë shumë thirrje për këto martesa një gjinore. Madje po mundohen me mishe dhe me shpirt me gjitha forcat me i miratu disa ligje që janë shumë të huaja për neve si popull, si shqiptar, po ashtu për neve si besimtar. Do më thonë, Islami e definon martesën si kur lidhje, kontratë e marrëveshje mes burrit që është gjinia mashkullore dhe gruas që është gjinia femërore. Do më thonë, kjo është esenca e familjes së pranuar sipas konceptit islam. Çfarë tu themi këtyre njerëzve të cilët me mishe me shpirt mundohen të dalin nga natyra e pastër njerëzore. Madje i pamundson shumë nga këto qëllime fisnike një martesë një gjinore. Nuk ka mundësi me pas pasardhës. Nuk ka mundësi me rujt integritetin dhe nderin e mashkullit si mashkull dhe femrës si femër. Prandaj, a mendoni se kjo është një problematikë rreth së cilës duhet hoxhallat të flasin, jo vetëm hoxhallat, por të gjithë njerëzit, kokat e një popullit duhet që ta shfrytëzojnë këtë dukuri negative që ta ngrisin lart zërin e kritikës edhe refuzimit, sepse nëse e lejojmë një gjë të tillë, vetëm se e kemi marrë ullën e shturjes dhe prishjes së çdo baraspeshje dhe çdo balansi që ekziston në një shoqëri. Është mos e vërtet se duhet ta ngrimi zërin dhe të jemi shumë theksuar këtë aspekt. Se me të vërtet kjo prishja e familjes ka dhe zanafil të hershëm, mirë po me sa duket në këtë kohën tonë postmoderne, vetëm se ka marrë për masa më të mëdha. Këtu dërshesh edhe njeriu ka ëndra, ka pasione, ka ego, të shumë të apetite, nëse le të lirë, nuk ka dyshim se çon në devijim dhe lathitje. Andaj njeriu nuk ka dhe atë lirin absolute, çdo sent hipet, çka e qarkullon në mendje dhe mendjen e tij. Po ja duhet dalet çast me veten e vet. A thua vallë, si mund të ndodhe kjo një gjë e tillë? Islami ka parabas sikur që e paraprinë me ata fjalë se martesa familjet një prej synime është edhe pasardhësit. Kjo nuk mund të realizohet vetëm nëpërmes mashkullit dhe femrës. Por ndryshe jo. Masa në edukimi atij fëmiu që do të adoptojnë, se këtë dojnë të lejnë, që të lejnë adoptimin e fëmijëve nga martesat një gjinore. Ai fëmijë, si ka mundësi të edukohet, ku në familje nuk është ajo, si thënë, faktori, apo elementi nën, apo elementi babë. Kjo është me të vërtet një gjë absurde, po. Shumë bukur e thatë, absurde. Po, shiko e tash. Kjo bie ndesh edhe me atë që quhet natyra e pastër. Njerëzit nuk e imagjinon mendja e tij se edhe pse ne mund të them, çdo kush ka ëndra dhe ka pasione me gjinin e kundërt, mirë po në mënyrën jashtë asaj legjitime. Mirë po e pet disi është e kapshëm. Mirë po, me gjinin e njëjtë. Andaj dëgjojmë njeriu ku jeton në një ambient të pastër, me natyrë të pastër, nuk ka shansa fare ta pranojë një gjë të tillë. Kjo më shumë e thekson kur transmetohet një dietar nga dietar të hershëm, i cili thotë kur e kanë parashtruar, kanë thënë se me të vërtetë Allah i madhruar e ka ndëshku një popull të cilët kanë bërë një krim të këtill, që i ka të kaluar pothuajse këtë kufit dhe këtë kornizat njerëzore, ka thënë me të vërtetë, unë asë do kisha pranu, po mos ta kishe lexuar librin e Allahut, se Allahu i paska dënyu popullin e Lutit duke shkuar, se kjo mendja e njeriu nuk anon me gjinin e njëjtë. Po vetëm se që ka regjistruar në librin e Zotit e pranoi, se përndryshe natyra e pastër dhe shëndosh nuk e pranon. Paramendu një gjë të tillë. Nuk e imagjinon. Mirë po këshire njeriu, nëse fillon her pas here, fillon të prishet dhe ndotet ambienti dhe shoqëria dhe rrethi ku jeton, fillon edhe mi pranuar gjërat edhe dukurit negative. Në mënyrë ndoshta formë direkte jo, por në formë indirekte. Pastaj me kohë derisa bëhet avaz i vjetër dhe bëhet diçka standard thaj. Andaj ne duhet mi paraprik këtyre gjërave para kohe, duke sjell fakte dhe dëshmi dhe prova edhe fetare, po edhe të arsyeshme logjikës, po edhe të natyrshme. Pasi me çfarë ëndje njeriu ka shansa ke oreks dhe apetit me gjinin e një të afrohet edhe të krijojë dhe fëmijë. Është e neveritshme. Kjo është vetëm një lloj devijimi, ekzistojnë devijime tjera me kafshë, disa edhe me gjësën. Nuk akceptojnë dot këtë, përveç derrit edhe gomarit, ashtu një psikolog që e përmendte, do të thonë kafshët tjera nuk e akceptojnë bashkimin me të njëjtën gjini.
Hoxh Nusret, martesa i ka synime dhe qëllimet e veta që janë shumë synime sublime